Masakra mbi Shkumbinin, toka e Bukës po gëlltitet nga lumi. Këto video tregojnë realitetin e dhimbshëm të asaj që po ndodh në lumin Shkumbin. Nuk janë thjesht pamjet e një kantieri ndërtimi, por dëshmia e një krimi mjedisor që po shkatërron jetesën e qindra familjeve. Devijimi i shtratit, ndërhyrjet brutale për korridorin e 8 kanë devijuar rrjedhën natyrore të lumit. Shkumbini, i detyruar të dalë nga shtrati i tij shekullor, tashmë po kërkon rrugë të reja, duke përplasur me forcë mbi pronat e banorëve. Erozioni dhe shkatërimi i arave, rezultati. Tokat bujësore dhe arrat, pasuria dhe djersa e brezave të tërë, po gërhyen e po lumbasin dita ditës. Fermerët po shohin të pafuqishëm se si lumi po merr tokën e Bukës, ndërsa institucionet heshtin përpara babësisë së kompanive. Biodiversiteti në rrezik. Ky devijim i dhunshëm nuk po vret vetëm ekonominë rurale, por po shkatërron të gjithë ekosistemin e lumit. Flora dhe fauna po humbasin habitatin e tyre nën peshën e inerteve dhe makinerive të rënda. Ku është shteti? Kush do shpërblej këta njerëz për tokën që nuk kthehet më? Zhvillimi nuk mund të bëhet duke vrarë natyrën dhe duke varfëruar fshatin. Nisma për mbrojtjen e lumit Shkumbin.